Përshëndetje të gjithëve, sot kena një makinë shumë të veçantë për t'i bërë review. Është Audi S8 gjenerata D3 e 2008-s versioni facelift. Kjo ka qenë edhe te Transporteri, ka qenë bashkë me W12-ën, besoj nga aty ne mani mend gjithë se e kena pa Transporterin. Ky është versioni më sportiv i A8-s, më thonë S8-a, s'ka pas RS, edhe akoma s'ka, S8-a është më sportivja, dallon nga grila para kolbi që është më agresiv, pasqyrat direkt që i kanë si alumin, normalisht pastaj kjo këtu tregon shumë gjona V10, frenat i ka më të mëdha, ka pas dhe opsion frena qeramike, karboni. Shumë makinë e bukur, gjithë gjenerata e D3-shit, në fakt ka qenë dizajn i bukur, kanë qenë bo edhe me shasi alumini, kanë qenë edhe të lehta, ndër gjeneratat më të mira të A8-s. Mrapa është me 4 marmita, këtu dallohet Mokollaj që është S8, po ka plot që edhe i kanë bo vetë, po kjo është S8 tamam, nga logon e S8-s. Stopat e faceliftit, se kjo është facelift, 2008 nga dalë facelifti. Këto diset që ngjajnë me versionin e D2-shit S8-s, po janë pak më ndryshe, se janë njësoj. Disi i zetë, shumë bukra, i shkojnë. Kjo është edhe me radar para Distronic, edhe me panel diellor këtu te balxha. Ka qenë opsion për verës, nëse ke parku jashtë. Kjo aktivizon vetë kondicionerin e fresko makinën. Shumë e bukur. Do shohim edhe motorin tash, që është pjesa më e veçantë. Është me keyless go. Kjo është bisha 5.2 V10. I ngjashëm motorat që ka pas përdor lambe. Gjatë kësaj kohe Georg ka pas 5000 V10 me 500 kuaj. Që ngjashëm atë nuk është fiks i njëjti. Ka pas ca ndryshime për të pas tork më shumë. Nuk i ka xhirot aq larta, por ka tork më shumë xhirot ulta. Në rastin e S8-s prodho 450 kuaj fuqi edhe 540 Nm tork. Kjo është edhe me filtra KN sportiv. Po llogarit çka ka qenë du bo Audi në atë kohë. Isoj edhe S6 atë njëjtin motor ka, po më pak fuqi, po Audi ka qenë periudhën e vetë më të mirë atëherë, duke bo V12-at e naftës, duke bo 5.2-shat në për makina familjare. Shumë periudhë veçantë ka qenë. Tash i kanë filluar tu i zbut mas kësaj periudhe vetëm duke i ul motorat kanë ardhur. Kjo për kuriozitet, duke qenë se është Audi, peshën e ka në turi, shikoj ku e ka mesin e gomës. Gjithë motori është para gomës. Po do të shohim si dihet e neci, shumë e veçantë. Këto janë makina që nuk prodhon më, nuk bën më njëri makinë luksoze V10. Ajo ka qenë periudha më e mirë. BMW ka pas edhe ajo M5 V10, po te këto luksozet V10 s'ka pas asnjëna. Audi ka pas edhe W12-ën, fuqi i saj ka pas edhe 450 kuaj, po më shumë ka pas tork, 6000 W12. Tani ta shohim edhe interiorin. Që në fillim është me rimeso karboni, këto pjesët Alcantara, bokset Bang & Olufsen, që janë ndër më të bukrat që kanë bën herë me makinë, besoj kjo është A8 parë me Bang & Olufsen. Edhe ndër makinat e para me Bang & Olufsen, ka edhe këto Twitterat këtu që ngrihen, shumë të bukura. Po këto të aluminit, shumë të veçanta. Tashi timoni, lexo S8 është pak më sportiv, pak më i shtyp anashtu se A8-a normale. Kilometrazhi shkon deri në 300, ka këto për me ndru marshet plus minus atë alumini mrapa. Ja, Audi ka qenë e para besoj, që ka dalë me këtë sistem, me sistemin e MMI, po me këta që hapet e mbyllet. Ka qenë periudha më e mirë për dizajnin e makinave. Kur nuk do më e pa e mbyll, edhe e shef të pastër komplet. Këto të reja tash që janë gjithë ekranat, 8 rej ekran këtu, do i vije koha që ato të bon nga dalta, do prishen edhe skeqa i bo. Kurse këtu të paktën, e më qefat edhe po s'punoj, e ke këtë pjesën e kroskotit prap të bukur e të pastër. Perdët mrapa me blind spota, sedilit ngroje ftoje, këta në të kontrollet e kompjuterit bordit pas ta MMI-s, para, me start stop, start e ka këtë butonin, stop ka butonin tjetër. Kjo ashtrej për duhanin, sedilit i ka pastra, shumë ngjyrë të bukur, edhe këtu lart te koka i ka këto që i përthe po të dush. Që më pëlqej shumë mua është kjo Alcantara me këtë ngjyrën kaf, shumë e veçantë, shumë e bukur. Shumë, s'para shef shumë me tilla. Ka edhe këtu pllakën direkt S8, sedilet komplet elektrike, me përthyrje, me fryrje, po edhe me masazh. Është full, edhe këtë pllakën këtu. Audi Space Frame, që është përdor alumin. Tani ta shohim edhe mrapa. Vazhdojnë të bokset Bang & Olufsen, shumë të pastra, shumë bukura. Te e ka me lambar support sedilin, e fryn këtu.
është me televizora mrapa, për këto besoj janë dhun vetë aftermarket. Sedilet me ngrohje mrapa, edhe këtu perdet I kontrollon nga këtu. Klimën e vet me 4 zona, 2 zona mrapa, 2 para. Edhe perdet këtu I ke manuale. Hapësirë, kjo nuk është versioni I gjatë, se së teta s'ka version gjatë të ky model, s'ka pas paktën në Europë. Po hapësirë ka, kjo është shumë mrapa ashtu me kjo sedilja para, në maksimum gati. Për kokën pastaj ka hapësirë. Rrit tamam, nuk është se tas koka. Ka pas të versionet W12 ose ca versione që kanë qenë lunga, ka pas më shumë hapësirë, ka pas edhe më shumë butona, ka pas butonat të sendilet për t'i pas elektrike dhe mrapa, kjo vetëm me fryrje ka. Ka pas opsion me frigorifer, kjo s'besoj se ka frigoriferin këtu, por këto lungët e kanë pas. Dhe këto cup holdersat ka këtu. Edhe kaq. Ke këtu drita, perdë dhe këtu e shef. Perdën mrapa, është edhe ky boksi subwoofer I madh I Bang & Olufsenit dhe një 2 bokse tjera anash, komplet alkantara edhe këtu. Ta shohim edhe bagazhin. Hapësirë ka sa dush, po nuk e ka elektrik, kjo ka qenë opsion, kjo se ka elektrik. Me qetë është si A8 e rehashme, shme gjenë A8 39. Do me jetë shpejt, bam, direkt. Ka gjënë? Po hapet fare. Kështë e për lezizit, sikur kështë e t'i kukur erdhën.